Kur t'ja nisëm janë nxjerr shpirtin, janë nxjerr nga çdo çeliz dhe trup çka e ka, komplet gishti. E thoni kanë thonë i dhem kur t'ja shkule shpirtin. Sa njerën e kum pa t'u dek, kur kush më ka kalzu shka po shef. Thot djali vet Abdullah ibn Amri, thot unë ju më kanë kur ka dek baba jem, dhe i thash o bab, e ti tash çka po shef kalzo muhe, se ti s'ka kalzu kur kush kalzo muhe. Thot Abdullah, sën folke. Dhe kjo është natyra e ati çka vdes. Sën fol, ti munosh mi thonë çka po shef. Vetëm Allahu e din çka po shef. Vetëm Allahu xhelel xhelal e din çka po shef. As kush nuk e din se kush e ka radhën. A di dikush kush e ka radhën? A mundesh me psu di kanë? A mundesh mi thonë dikujt rre rahat ti? A mundesh thonë dikujt rre ti rahat? Se ka do tjerë. Kur kush nëse njep garancë. E një gjë që kur kush nëse njep garancë është meritore mutut për ta. Mutut se si do t'i dalmi për para Allahu subhanahu wa ta'ala. Veç me kujtu vdekën për një me, s'dvjen amël as një sen, po me kujtu e dhe mundal me ta, e me ta mor Allahu dikan bi familjarve, atëre kur gjamu nuk vjen mirë. E si do t'jet halli kur vetë ti do t'jesh i vdekurit. Si do t'jet ajo dit kur njerëzit do thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta Allahu t'jemi dhe ta Allahu kena më këthije, ka vdek filani dhe aj filani e ti. S'munët më morë kjo për ajgare, s'munët më morë kjo me huti, s'munësh mi thonë kësoj s'kam vakt, të merë kur do që t'jesh. Andaj tha Allahu gjele gjelaluhu, inna l'maute alledhi të firruna min, vdekën nga e cila po ikni, po ik, ama ajo t'ze. Walau kuntum fi burugjim mushejjede, si du shkohin palatin mat fortifikum, me gardhët mat mdoja, me hekurat mat mdoja, me leqë Allahut deportojnë aty. Qish i kanë morë këtë krijetartë që kanë pas forcë, i ka morë Allahu gjilluale. Andaj vdekja le tjeti vret për neve. A kemi bo plan milan gjunat, a kemi bo plan mi u këti Zotit për një me, a kemi bo plan mi ba Allahut sejshde për një me, a kemi bo plan milan kita haramë që ka na i bajna, se kena me dekt, kena me shluket tokë dhe kur s'kthejemi më këtu deri në ahiret. Ne njerëzit thjesht, ne që jena lët harame, ne që se ngojnë Allahun, ne që na thirë hajja alës salat dhe thëjna kena vakt, dhe jemi të zhytë në dunja, qish do të në takona jo vdekje? Si do të dalmi për para Zoti Gjeli Gjelalu? Ku janë farzot? Ku janë urdhat e mija? Ku të vetë Allah, ku janë harame që të këmdojnë lejë? Pse se ke lanë? Kamatëm, pse se ke lanë? Muzikëm, pse se ke lanë? Andaj kjo dunja, kanë dhënë djetarët, është veni ku Allah e kanë ndëshku Ademin, qish do me bo qefti aty. Zbat në burg qef, zbat në test qef, zbat në provim qefi, as bavitja, bat në ahiret, nëse e meriton me lejnë e Zotit të bareke vë tjara. Andaj këto të vdekuri që ne po i përcjellim, let jeti bret për neve, se ka mundësi nesër, e pas nesër jemi ne ata. A i di pikure ke bo e sap, se ti s'ka me të zanë, edhe ata që shtu e kanë menue. Edhe ato kanë pas plane, e kanë pas ardhmëri, e kanë dash me ba, por se Allahu Gjellali ka paraprije. Tha Allahu te bareke ve teala në surën Al-Waqi'a, nahnu qaddarna bainakumul maut, wa ma nahnu bimasbuqin. Na e kena caktu për juve vdekjen, së na del dikush përpara. Së na del dikush përpara. Kjo musibet, kjo musibeti. E musibet njerëzit çka e zonë sot, i mungon rroga, s'ka parë sa duhet, se ka kerën sa duhet, se ka shtëpinë çish duhet, e ai shef disa gjëra. Ai diçka musibeti. Musibeti ati me gjetë Allahu pa namaz, musibeti ati me gjetë Allahu në muzikën haram. Kjo musibeti ati se diçka të pret. Thanë dietarët, dy veta e kërkojnë vdekjen, apo nuk e shohin të madhe. Një evlia i Zotit, i cili ka bëu shumë punë te Allahu xhel xelalu dhe thot të takoj Zotin, edhe një ignorant i cili se diçka e pret.